Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të shtatë në emisionin Euro në shtatë. Qeveria e Kosovës prej qeveria aktuale, në thonë shkurje, nardhje, qysh dush mi thonë se edhe na që tash nuk përgjojmë as emërtim qysh me thirë qeverin aktuale, gjatë gjithë kohës është krenuar me uljen e borxhit publik. Ndërkohë kanë dhënë shifra të ndryshme sa i përket rritjes ekonomike, por profesionistët e dinë që ulja e borxhit publik nuk do të thotë ngritje të zhvillimit ekonomik. Është e kundërt e asajna që qeveria krenohet. Do të thonë, mujnë mu krenu me ulje të borxhit, por edhe me ngecje të zhvillimit ekonomik. Dhënat e fundit të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar flasin për një ngritje ekonomike gjatë këtij viti, në përfundim deri në përfundim të vitit dikon mes 3 dhe 4%. Megjithatë, kryeministri i vendit dje në Londër e dha një shifër këtë ndryshe 6%. Se çka realisht është borxhi publik, ose si duhet trajtohet borxhi publik dhe investimet kapitale dhe çka përfshihet në gjithë këtë term ekonomik, sonte kam të ftuar në studio 3 profesionistë fushës, si zakonisht në euro. Profesorin Remzi Ismaili, prof, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Profesorin Kestrim Avdimetej, mirëmbrëma, mirë se erdhe, për herë të parë jemi në studio. Faleminderit shumë. Dhe Kushtrim Ajvazi, Oda Ekonomike, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Më qenë se Kestrimi e ka një punim shkencor me cilin dojmë me nisë dhe sonte debatën. Regjia i lutëm ma jep ndalje të punimin komplet që dërgova, për të pa realisht se ku jemi. Ose a duhet me u krenu, shkot ma shpak poshtë gjenë të lutëm. Po nëse ka mundësi, po qëndrojmë fillimisht të kjo. A duhet me u krenu na si term fillimisht me uljen e borxhit publik? Apo çka? Po nëse më lejohet, po filloj vetëm me një filozofi teorike. Do thotë shkollat, qasjet e ndryshme kanë pas vlerësime të ndryshme sa i përket borxhit publik. Do thotë nëse fillojmë që nga qasja klasike, që ndoshta është menduar atkohë që nuk është gjithmonë borxhi i duhur dhe i nevojshëm për me rritë ekonominë, mirë po kjo qasje ka ndryshuar me kalimin e kohës, për shembull tek qasja keynesiane dhe ka hap frym teorisë moderne të borxhit publik, sidomos pas depresionit të madh ekonomik në vitet 1929, 30, 31 dhe kështu me radhë. Do thotë që është pa e nevojshme mekanizmi shtetëror, do thotë rritja e borxhit publik për me stabilizu ekonominë në raste të caktuara. Çka ndodh me Kosovën? Do thotë ne shohim sipas statistikave të Bankës Qendrore, po edhe të institucioneve tjera kredibile që kemi një rënje të vazhdueshme të nivelit të borxhit publik si raport i GDP-s apo i brutoproduktit vendor të vendit. Për shembull nga 2020 shohim se kemi pas 22%, kjo ndoshta atribuohet edhe për shkak të pandemisë, do thotë për shkak të paketave stimuluese dhe kështu me radhë, mirë po vitet kur ka pas ngjallje të aktivitetit ekonomik, do thotë pas pandemisë, shohim një rënje të vazhdueshme të nivelit të borxhit publik. Kjo mendoj që nuk është e mirë për shëndetin e ekonomisë, këto argumentoj me fakte dhe argumente shkencore. Fillimisht po flas me gjetjet e studimeve mjaft kredibile sot që janë bërë në fushën e borxhit publik. Dhe shumica këtyre gjetjeve mendojnë se ekziston një lloj pragu deri në cilin kufi borxhi publik mundet me pas impakt pozitiv në rritjen ekonomike. Për shembull Çeçerita dhe Rodgers, Messinger e tjerë do thotë që kanë caktuar një prag për shembull për vendet zhvilluara 80-90% e GDP-s mundet me qenë borxh publik. Pra, nuk e rrezikon shëndetin e ekonomisë nëse rritet. Po flas për vendet e zhvilluara, për shembull vendet e Bashkimit Evropian. Ndërsa për vendet e Ballkanit, edhe për Kosovën, do thotë gjetjet e një punimi që komponuar në vitin 2020, 2021, 2022 dhe tani disa gjetje të tjera 2025 argumentojnë një prag optimal për 58%. Pra Kosova dhe 58% e GDP-s. Pra një lloj uje e përmbysur. Pra Kosova ka mundësi me rrit nivelin e borxhit publik deri në 58% të GDP-s, edhe mos me rreziku shëndetin e ekonomisë. Mirë po kuptohet që kjo rritje e borxhit publik me qenë në projekte. A ma thu vështirësi, kjo Kjo është mujore, e 3 mujorit parë. Po, qartë, është një 7% ma pak se në 2020, që realisht është e vërtet, ajo që ka thonë Ministri i Financave, e kemi ullë borxhin publik. Dhe këto jena në rregull. Por, çka ka prodhu që kë ullje borxhit publik? Dëgjoj, ullja borxhit publik nuk jep një sinjal të mirë të shëndetit të ekonomisë. Sot vendet e zhvilluara kanë rrit borxhin publik, i diskutuam edhe më herët.
pothuajse shumica vendeve evropiane ka nivel më të lartë se sa pragjet e përcaktuara ligjore, për shembull, sipas traktatit e Maastricht, për shembull, vendet evropiane e kanë të caktuar një direktivë për 60%, por sot shumica e tyre, sidomos pas pandemisë së tutje, kanë nivelet e borxhit mbi 70, mbi 80. Disa do thotë kanë kaluar edhe kesh 158%. Mbi 100% e vlerës së GDP-s. Pra na kemi mundësi me rrit nivelin e borxhit publik, por me orientu atë borxh publik në investime publike, në investimet e cilat sjellin rritje ekonomike. Ta supozojmë në infrastrukturë, në energjinë e rinovueshme, sot do thotë ka shumë studime shkencore që tregojnë se është një komponent mjaft e rëndësishme. Sot e kemi të domosdoshme e rritjes ekonomike, do thotë me ul varësinë ndaj importeve të mëdha të energjisë elektrike dhe do thotë unë mendoj që ka mundësi që mu rrit niveli i borxhit publik edhe mos me rreziku shëndetin ekonomik. Kjo bazohet në fakte shkencore, do thotë, në simulime të cilat janë bërë me metoda mjaft të avancuara ekonomike, ekonometrike, do thotë. Prof, çfarë mi thonë? Përshëndetje për ju dhe për auditorin. Po fillimisht, masi që nuk jemi në një tërës shkencore, po jemi për auditoriumin, do doja që paka shumë ta eksploroj pak se borxhin publik, sepse përdoret dhe çka ka në strukturën e tij. Në përgjithësi një borxh publik merret nga shteti, domethënë nga qeverit, në përgjithësi, dhe ata në varësisht për matatit e tyre dhe ajo përfshin huamarrjet në banka të ndryshme, ndërkombëtare apo më mirë me thonë borxhi jashtëm, që nuk kupton huamarrjet ndërkombëtare, por edhe borxhi brendshëm që është emitimi i letra me vlerë dhe garancioneve në kuartet të vendit. Në këtë aspekt ne jemi dëshmitar të asaj se edhe Kosova si dhe vendet të tjera marrin HOA publike, respektivisht borxh publik për të financuar projektet e tyre, qoftë afat shkurtra apo edhe afat gjate të zhvillimit të vendit. Fakt jemi në dëshminë se borxhi publik në Kosovë ka ra, mirë po niveli borxhit publik si përqindje, mirë po me këtë ne do të eksplorojmë edhe me tutje dhe të analizojmë se vërtet a është kjo dobishme apo nuk është e dobishme. Apo më mirë me thonë edhe cilësinë e këtij borxhi publik, ndër të tjera, po edhe shkaqet pse ka ra ky borxh publik. Do të thonë edhe këtë do të analizojmë. Dhe normalisht kur po na thirrni jona, po duhet të mi bëjë analiza. Sepse kanë njerë për na çuajnë analista dhe pastaj duhet mi bëjë analiza të tilla. Në këtë konstelacion ne e bënëm një analizë të tillë dhe një prej shkaqeve të rënies së borxhit publik është edhe pagesa apo mbarimi i kisteve të HOA-s publike nga vitet e kaluara. Pse? Dhe kjo lind pyetja pse? Për arsye se borxhi publik emituar apo thjesht emituar nga vitet e kaluara, që është periudha 2018-2020, ka qenë afat shkurtër. Ka qenë afat shkurtër. Dhe ai borxh ka qenë kryesisht 3 vjeçar. 3 vjeçar dhe i njëjti tash është maturu, domethënë ka kalu edhe është zvoglu borxhi publik. Dhe çka ka ndodhur këtu pastaj? Borxhi publik tani është më i ulët, po është në afat gjatë. Dhe më thonë është më afat gjatë, ma dje jo 3 vjeçar, por është prej 5 vjeçar deri në 15 vjeçar, është borxhi publik. Çka do të thotë se kjo qeveri në i parporme... Diçka që qeveria ka marrë HOA për projektet? Ka marrë HOA afat gjatë. Afat gjatë. Më thonë ka marrë HOA afat gjatë, sepse borxhi brendshëm sidomos, borxhi brendshëm që konsiston në flet obligacione apo obligacione dhe nuk ka më shumë bono thesare afat shkurtra, ka prediku që borxhi tjetë afat gjatë deri 10 vjet deri 15 vjet. Dhe pastaj edhe një element tjetër që do të shtohet këtu pa tjetër është se mungesa e HOA-ve, respektivisht mungesa e borxhit publik në këtë nivel nuk kupton mos zhvillim. Pse nuk ka mos zhvillim? Për arsye se nuk ka projekte. Nuk ka projekte konkrete për zhvillim, prandaj s'kisha me marrë borxh. Ti nuk mundesh me marrë borxh kur s'ki projekt zhvillimin, apo më mirë me thonë i ki projektet, por nuk mundi zbaton, nuk mundi çon me tutje. Dhe ky është problemi, sepse qeveria merr borxh publik në momentin kur nuk ka parë të buxhetit. Po, për me zhvillu projektet. Do të thonë kur nuk ki buxhet, mirë por na kur në buxhet kemi para tepra, kemi suficient në mos realizimin e projekteve kapitale, apo mos realizimin e buxhetit që kemi për investime kapitale, nuk kisha me marrë HOA. Do të thonë, këtu është elementi asaj se pse o zvoglu niveli borxhit publik. Në ekonomi kjo është e dëmshme, prof. Në ekonomi, tani profa me të drejt i tha aspektet e dobishme të nivelit e borxhit publik në përvendet edhe balkanik për evropian. Po, në aspektet teorike,
thuhet se një nivel borxhi prej 40 deri në 60% është optimal të GDP-s, të bruto produktit vendor, është optimal dhe nuk është i rrezikshëm. Që i vjen me zbërthyn shifra, nëse na i kemi 10 pik diçka miliard. Atëherë deri në 6 miliard borxhi është i lejuar. Deri në 6 miliard në farformë është në kufit normal që ne të kemi të lejuar. E ne kemi 1 miliard dhe 700 milionë euro. Po si është 1 miliard dhe diçka. 1 miliard dhe 700 milionë euro. Në bazë të Po disi s'ki potencial edhe 4 miliard me zërë. Po sigurisht. Dhe kjo, domethënë, është raportin mes investimeve, raportin mes projekteve të mëdha që na do të zhvillojmë me borxh publik, sidomos me borxh publik të jashtëm, atë kuptimin, edhe ngecjet në këtë drejtim. Po. Kështu që pylo dhe kolegëve në mënyrë kushtim se kjo shihet tani që kjo e reflekton edhe zhvillimin e bizneseve, edhe zhvillimin e brendshëm ekonomik, edhe po të jasë bankat që në të japë kredi, si qëtash të folë më rarmen që edhe bankat e kanë nalë këtë farë muhabeti. Ato nuk jenë të japë kredi. Në shifra, kur të shihen kështu për dukje, dukën të mira, 15.6, ne pas me zvoglu borxhin publik, po realisht, që ka ndodhë në realitet, me zhvillimin ekonomik është ndryshe. Ma shumë, kur të analizojmë shifra tash edhe prej 2020-ës në 2022-ën kjo ranje, dilet edhe një konkluzion që po thojnë e kena kriju një lloj sigurie fiskale sepse kena ullë borxhin publik edhe na jena ma mirë në raport edhe me shtetet e tjera. Mirë po, në realitet, unë që ka po shoh këtë rast, siguria po është të mungu guximi. Ata që e përmeni profa, është të mungu guximi me hi në projektet mëdhaja. Veni jonë ka nevojë për projektet mëdhaja, për investime në projektet mëdhaja, që normalisht ekziston edhe leva e borxhit publik jashtëzakonisht shumë e madhe, që duhet më shfrytzu, deri më tani s'kemi pa. Fatkeqësisht tash edhe në 2025 shkoj viti, jemi pa qeveri, jemi pa investime kapitale minimale. Na e shohme tash edhe çështjen e tregut të energjisë në 2025 që kemi hy, i dim të lashe që kemi hy, që kish mujt me u shfrytzu jashtëzakonisht shumë pjesa e borxhit publik. Në aspektin fiskal, mundet me thonë, po, jemi mirë. Mirë po, kjo i vjen sikur një farforme me bleni automjet, me mush me naftë edhe me shtin në garaj edhe me lanë që aty. Në kilometra spjec. Edhe me lanë që aty. Nuk është qëllimi, marrja e borxhit duhet me pas parasysh edhe zhvillimin për çka po bëhet. Normalisht se borxhi merret, dash po him edhe kështu me thjeshtëzu deri në asimosi që unë e marr një kredi për mu zhvillu, për mu rrit biznesin, me rrit shpinë, me rrit. Nëse unë s'ka mundësi me marrë, nuk shmush me zhvillu. Kemi shembullin konkret të sektorit privat në për banka. Po. Si janë zhvillu bizneset? Të pakta, nuk di që ka biznes Kosovë që ka arrit me u zhvillu vetëm nga kapitali vetanat. Pa tjetër që është dash me marrë me ekspozime ndaj bankave. Normalisht, vjen koha ku ato kanë mu maturu dhe kanë mu pagu të gjitha. Po normal. Po duhet me kriju projekte të reja. Edhe une para një 2 dite nëse zgaboj e lexova një postim lidhur me Nokian, ku na nuk kemi dështu pse kemi bërë një gabim shumë të madh, po si u kena përshtat trendeve. Sakt. Edhe këtu, duhet mi pa ku jemi të shku trendet, sepse shtetet e rajonit, si pas publikimit që ka bo profa, e pas që dëmonë raporti i Kosovës me cilin dën nga shtetet e rajonit, është minimumi 3 fishi asaj i borxhit publik. E kemi na 15%, ndërkohë 50-60 mesatarën. Ndërkohë dëmonë kur ta është minimumi 3 fishi. Edhe 3 fish më shumë kanë shtetet e rajonit në Ballkan borxh publik më shumë. Shijeta janë të zhvillu ato shtete apo jo? Na muj me përmend Shqipërinë për shembull, që Shqipëria ka ecë me hapa gjiganta, edhe është të folë për inkuadrim në BE, ndërkohë para një 7-8 vjetëve ka qenë me një dekadë mbrapa neve me legislacion, me zhvillim ekonomik, me krejt, ka ecë. Prandaj në situatë unë rekomandoj që me pas guxim më shumë për projekte të mëdha, infrastrukturore, energji dhe projekte të tjera, të cilat e kanë hapësirën e zhvillimit përmes borxhit publik, po të njëjtën kohë edhe ruajnë
pjesën e politikave fiskale. Kur jemi të qëtu projektet e mëdha, veç mos me harruni disa që na jemi hala në sankcione. Do të thonë edhe çato pare se ministri e përmeni, nëse veç e ke pa profta me 5-6%, edhe nëse BE-ja na kishte jap çato fonde, na kishte jap me një kamat 5 deri në 7%, nëse nuk ka bëj me shifra që nuk e di a është e vërtetë ajo. Po megjithatë një pjesë e madhe që aty ne kanë pas më përdorur në projekte të mëdha, sigur ka qenë energjia ripërtritshme, trajtimi i ujrave të zeza, projekte domethënë që janë gjithë përfshirëse. Po, investimet për biznesin. Po, edhe investimet në biznesin, po. Ajo është shumë e rëndësishme. Po do të thonë, a mundet se ato më jap, nuk e besoj që ato janë me kamat. Speditash keni informat në ministri dje. Nëse më lejohet. Po. Mjetet e Bashkimit Evropian të planifikuara që kishin rritë bursin publik për vendet e Ballkanit Perëndimor, jo është një trajtim kreti veçantë i atyre, në atë kuptimin, sepse disa prej tyre janë edhe falas. Do të thonë është një pjesë e tyre falas. Ato jo vetëm që kishin stagnu, po ato kishin rrit zhvillimin ekonomik dukshëm. Dhe këto mos ta bën askush ndonjë dogmë të tillë që kamatat mundin me ndiku negativisht në ato. Domethënë kjo është vetëm një arsye tim pse ato fonde si kemi marrë deri tash. Për ndryshe ato fonde i marrin gjitha vendet i shfrytëzojnë dhe ato kamata as 1% nuk janë. Domethënë kuptimin e asaj që i dhon i jep Bashkimi Evropian. Janë kamata shumë formale. Po do të thonë që është një arsyetim kështu është një arsyetim vetëm sa për të thënë, sepse për ndryshe ne jemi në vonesa për marrjen e atyre fondeve për shkak të dinit se cili Kosova nuk ka pjesë të rrezës aty ku ndajtën mjetet aty. Para dy ditëve. Për shkak të mos krijimit të institucioneve të vendit dhe kjo normalisht shkakton pasojë si stato jo edhe për realizimin e investimeve të sektorit publik, domethënë të sektorit publik të komunave, të ministrive të ndryshme, por sidomos për bizneset që një farë forme kishin një aloku ato kredi për bizneset, respektivisht kredi pa kamat që do të realizoheshin për bizneset. A ma jep slajdin 2 të lutna Gent? Nëse më lejohet, do thotë këtu e shohim atë që e nisi kushtrimi, me përmend që do thotë Kosova qëndron më sulti në raport me borxhin publik, do thotë në kuadër të vendeve të Ballkanit Perëndimor, pra ka më pak se 20% e GDP-s borxh publik. Besoj që edhe me ligjet që na i kemi në fuqi, për shembull nëse bazohemi me ligjin për borxhin publik dhe garancitë shtetërore, aty është cekur një prag prej 40%, i cili prapë thotë në 14 ka mundësi më të i kalu nëse parashihet në situatat e caktuara të krizave ekonomike. Momentalisht malizie ka. Apo? Këtu do thotë përshojmë që Kosova qëndron më sulti në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për shembull, Malizi, Shqipëria, Maqedonia kanë nivele mbi 50% të borxhit publik. Tash nëse krahasojmë na edhe me GDP, patjetër që edhe vlera bruto produktit vendor të këtyre vendeve është më e lartë, për shembull. Shqipëria ka diku 27-28 miliard dollar vlerën e GDP-s vitin e kaluar, ndërsa Kosova 11 miliard dollar, ose 10.4 milion dollar. 10.4 milion, po. Do thotë këtu shihet mundësia që na duhet me pas parasysh rritjen e nivelit të borxhit publik. Pastaj kemi programin shtetëror për borxhin publik, që parashihet do thotë një plan shtetëror për 3 vite. Mendoj se në këtë plan duhet më analizu pak më shumë, pajtona me profesorin, që me pas objektiva më të qarta për me inkuadru projekte të cilat ndoshta e shtyjnë ekonominë, e rrisin ekonominë, e rrisin kërkesën agregate, i rrisin investimet private. Do thotë na duhet me pas atë logjikën që me rrit borxhin publik, po gjithmonë në tendencë të rritjes së investimeve private, sepse ato investime pastaj asnjë vend, profesor, ju dini, asnjë vend nuk kufizohet në marrjen e borxhit publik për shkak të nivelit, për shkak përqindjes. Përkundrazi, edhe vendet tjera kanë sipas legislacionit të tyre në nivelin e borxhit 40%, 40%. Po vendet më të zhvilluara kanë arrit nivel borxhit 100%. Edhe më shumë se 100%. Sot kemi SBA, më shumë se mbi 100%. Japonia mbi 200%. Nëse e gjej diku në Turkë, asnjë nuk është 10%. Asnjë vend. Greqia ka 151%, po flasim për statistika 2025 në tremujorin e dytë. Italia 138%. Franca pastaj 115%, Belgjika 106%. Do të përshojmë që shumica vendeve të Bashkimit Evropian e kanë tejkalu pragun që është përcaktuar për shembull me rregullat apo traktatin e Maastrichtit, për shembull që ka qenë diku prej 60% e GDP-s. Po mund të themi se këto vende sot nuk kanë zhvillim ekonomik? Është absurde. Është absurde. Gjermania do thotë edhe rritja e borxhit publik duhet më orientuar përmend të pjesa e zhvillimit ekonomik, jo në subvencione e rritje pagave.
Sepse rritja e borxhit publik për subvencione edhe për paga nuk krijon zhvillim. Për nështë që të edhe e kanë këtë burimin që kjo qeveri për e njësi sukses. Në më thonë, tek subvencionet dhe pagat, ose s'pe kuptoj se në asë një teori ekonomike nuk i del mirë një shtetit e cili ullë borxhin publik dhe e ullë zhvillimin ekonomik. Unë s'pe kuptoj teorinë e tyne. Në më thonë, asë majt, asë djath, asë s'pëdi, Apëtin është shumë e çuditshme. Po thjesht ne i kemi kreditorët burimet e borxhit publik të jashtëm, po flasëm, sepse për ato të mendshëm mund ta harnojmë dyqysh si thonë vetë kuptimin, po të jashtëm që është banka botërore, banka ndërkombëtare për ndërtim e zhvillim, banka evropiane për zhvillim, ato nuk dhon kredi për mallra dhe për paga. Domethënë, ato dhon kredi për investime të mëdha kapitale. Kështu që thjesht qeverisi mungojnë investimet të mëdha kapitale apo projektet për investimet të mëdha kapitale, siç janë digat, siç janë për shembull pse mu financu autostrada, pse mu financu projektet e mëdha neve me parat buxhetit. Po me financu me projekte të nivoje publike të jashtme. Apo një... Pro vlasë me financim as me të branshë, as me të jashtme. Sigurisht, po unë thash ato se kur ne kemi të pric të buxhetit, të pashfrytzuar, atëherë nuk kemi pse me marrë dhe nuk ka arsye qeveria me marrë hollë. Pikërisht këtë. Madje disa prej tyre kredinave janë të qeverive të kalume. Domethënë që janë marrë dhe më herët në të kuptimin. Dhe nuk jenë marrë tash zvoni. Unë s'pëdi s'poku, nuk kam një informacion që kjo qeveri ka marrë hua, ka nëshru disa projekte. Është një fundi 2022 e bankës për ndërtim e zhvillim që ka marrë për ndryshe për bankës botërore, prej bankës për ndërtim e zhvillim janë marrë kredit më herët. Më thënë që vazhdojnë. Pro sa ka qenë vlera e kësaj kredije? Po, patjetër. Po, veshme po, dhe me thonë, mrena 5 vjetë një kredi afat gjate, zhvillimore, me thonë, kështu në... Po, janë statistikat gjitha cilat janë të precizume se prej ku janë marrë. Për shembull, banka botërore e ka borxhin 340 milion euro. Tëna. Na kemi borxh bankës botërore, pastaj bankës evropiane 100 milion, banka për zhvillim kredive 45 milion, edhe kreditorë tjerë pastaj janë më shumë pak. Në më tonë për 5 vjetë kemi një kontratë. Këtu e kontratë afat gjatë 10 vjeqare. Nuk janë 2 vjeqare, 3 vjeqare. Po në 2022 se kemi një. Vetëm një kemi, po. Nëse më lejo të kështë shkollë diçka, po shumica... Po abitla, me thonë, qush ndoshtë e mundshme 5 vjetë mësë me posë. Për me ta mbështet ato se me cilin të ri po bazohen, do thotë shumica studime sot shkencore, nuk po flas tash vetëm në nivelin e pragut, por ofrojnë dëshmi që në nivel i caktuar i borxhit e ngjallë ekonominë. Do thotë shumica e matjeve empirike sot që bëhen, do thotë ofrojnë një marrëdhënie pozitive midis borxhit publik dhe rritjes ekonomike. Mirë, po disa prej tyre që ndoshta edhe më shkencore ofrojnë këtë nivelin e pragut, deri ku do thotë vendet mundën me përdor. Mirë, po asnjëra prej tyre nuk e jep që mos me përdor ose mos me rrit nivelin e borxhit publik. Sepse e thamë edhe më herët, biznesi nuk mund të zhvillohet pa huamarrje, nuk mund të zgjerohet pa huamarrje. E njëjta ndodh edhe në logjikën e financave publike. Qysh mundet më po prej bizneseve kur them kjo? Do të thonë e nise me thonë diçka që bizneset kanë marrë edhe vazhdojnë me marrë kredi për më u zhvillu. Me thonë një logjik shumë e thjeshtë që me kuptu krejt. Me thonë derisa shteti nuk sa i kanë me dikon 300 milion, as pëdi nivelli investimeve kapitale nuk e ka kaluar 30% që as këtë vete, as vitet para prake, po se kjo nuk afekton veç të qeveria, të projekte të qeverisë, po dhe të biznesit. Sa ma por qeveria dhe biznesit... Sepse edhe GDP-a, edhe eksportin ndikon tani në GDP. Po normal. Direkt. Kur e shoh një raportin tash mes të eksporteve dhe importeve, Kosova sot, unë e mora dhanat e fundit që janë të muajit shtator, jemi në vitin 2015. Që vetëm falem një minut disa të... Regjia që për përcjellë e diçka të lutme. Raporti i importeve me eksportet është 8 fish. 8 fish ka qenë edhe në vitin 2015. Gjeta, ma lërgën për një moment këto dhe ma vendos diçka që dërgova. Në një situatë normale, ishdasht këtë projekte të reja që pjesa eksportet të rritet alo ma shumë dhe të ndikojë në rritjen e zhvillimit ekonomik të këtij vendi. Bizneset private janë zhvillu me kredi, po ky vit, shembull 2025-ta, fatkeqësisht duhet me përmend edhe pjesën e sektorit, po kjo është të hanë raporti. Prej 2014 deri në shtator të 2015-s,
raporti i importit me eksporti janë paraqitura në miliona euro, do të thonë 2.5 miliard ka qenë 2014, në eksportet 324 milion. Raporti 7.7 herë për çdo euro që ke eksportu, 7.7 euro ke importu. Në vitin 2015, 8 euro i kina çu jashtë Kosovës, 1 euro e kemi marrë për jashtë, do të thonë. E njëjta situatë është në 2025. Nëse i krahasojmë tash shikoje Ki fjalën financiarisht. Financiarisht, po. Në aspektin financiarisht sipas dhënave të dovanës. Okej. Nëse e shohim për 2021-s, do të thonë, në 2019 në raporti ka qenë piku më i madhi, ku importet realisht janë kanë shumë më të mëdha se pjesa e eksporteve. 91%. 91. Jo, po, realisht e bie në rreth 90%. Po, çati. Ndërsa 3 vitet e fundit, 2020, 21, 22, 23, e shohim që ka pas rënje. Çka ka ndodhur 2025? Si janë të gjithë dëshmitarë i situatës me tregun e energjisë këtë vetë. Një prej arsyeve kryesore që kanë ndiku këtu në raportin është edhe çështja e energjisë, i përgjigjimit të tregut të energjisë. Parë tonë janë do dalë jashtë. Po nëse bëjmë një krahazim, me 2015, në 2025 ne kemi pas 5 miliard e 190 milion, ashtu? 5 miliard e 190 milion importe. Në 2014 kemi pas 2.5 miliard. Do të thonë, edhe pse duket që dallimi është i njëjtë, megjithatë shifrat. Vlerë monetare shumë. Dallimi është që i ki 100% më shumë. Gati 2.6 miliard import më shumë, ndërkohë që i ki vetëm 300 milion euro rritje të shitjeve në eksport. 2.5 me 3 miliard, me 2.6 miliard. 11 vjetë kemi rrit eksportit për 320 milion, ndërkohë importet kanë shku për 2 miliard e diçka. Që si pas trendet, do më hanë e te kalon edhe 6.4 milion që është kanë importi më i madhe i vitit kalon. Jo, e kalon dhe në fund vitit. E te kalon, po. E te kalon, sepse danat janë vetëm deri në shtator të 2025. Janë metë edhe 3 muaj, do më hanë 3 mujori plot, që pritet trendi me te kalon ndoshta 6.6 miliard. Edhe pjesa e rrymës, liberalizimi i tregut përmbrëm që ka rritë të... Po. Edhe kjo ka ndiku, sepse tash tregun, tash energjinë elektrike për mesatarisht do më hanë 1 megawatt në ditë janë ka importohen. është me 3 lirë, po, është mesatarja, jo, në ditë që është ka importohet, është parja jone që pritet me dalë jashtë. Po që del çdo ditë. Që del çdo ditë, baza ditore. Që kjo është një pamje tjetër, prof, ekonomisë tonë të ngadalësuar, me thonë kështu. Okej. Atër tash... Në shifra, në vlera... Po flasim tani këtu për import, eksport, respektiv për një raport... Edhe një pasyur, një kundër pasyur e sësoj që e pa më herët. Po, për një... Kërë lidhet kjo, gjithë si lidhet kjo, mirë, po këtu kemi një fokus tjetër, për arsye se po flasim për bilancin e pagesave, respektivisht për bilancin tregtar, këtu konkretisht që tregon raportin e importit me eksport, e që prej viteve nuk është duke u ndryshua i raport diku 90-10, kryesisht, bilim atje tash ka tendenca dhe të rritjes këti jazit raportet, duke u rrit importet dhe duke u zvëllu eksportet, e që kjo ndikon në përgjithësi në bilancin e pagesave në përgjithësi të vendit. E bilanci pagesave në kupton gjithë një është bilanc negativ i joni, për arsye se ne për 10 miliard për afërsisht, apo sa po është, dhe me thonë, ne eksportojmë para, një farforme, ndërsa marrim para për 300-400 milion përgjithësi. Kështu që thjesht ky raport ende është i disfavorshëm për Republikën e Kosovës dhe të gjitha intencat e ekonomisë thojnë se mu zëvojvlu ky jaz. Respektivisht nuk zëvojvlu mu rrit nivelli eksportit në mënyrë që mirë po e këtu ndikon pastaj masat e qeverisë. Dhe më thonë, vetëm masat e qeverisë mund të ndikojnë zvoglimin e këtij dispariteti, respektivisht rritjen e eksporteve. Atu kish me kohë qeveria pastaj, sepse përveç një mase që është prej që 20 vjet, është ulja të vëshës me 0% për eksporte, nuk ka ndonjë masë tjetër lehtësuese për eksporte. Në shtator të viti ka ba 10 vite ajo masë. Po, do të thonë 10 vjet. Po, 10 vite që është marrë masa e fundit për lirimin e landës parë në kufi dhe importet. Mirë pa ajo konsiston në import, ajo konsiston në import, e po ta fjallën për eksporte, në një farforme që vetë përveç udese, apo ma mirë me thonë, shkollës të vëshës që është 0%, për stimulimin e produkteve për eksport, masa tjera nuk janë ndërmarë. Më thonë, këtu është element. Pastaj kjo
automatikisht ka lënë dashtan temën e juaj tjetër për rritjen ekonomike. Po normal, Gjithë një një tutje na i kemi këta faktor makroekonomik. Edhe rritjen ekonomike, gjithashtu që do ta diskutojmë ndoshta me siguri. Mirë po, është një pyetje apo do ta bëjmë një pyetje. Kush po e bën rritjen ekonomike? A po e bën qeveria, a po e bën bizneset? Sepse shpesh krikosen kemi rritje ekonomike 5%, 3.4.9 etj. Mirë po rritjen ekonomike të nderuar e bën biznesi, e bën vetë prodhimi jonë, vetë tregtia jonë, që janë shumë njerëz zotë dhe biznese shumë tafta që e bojnë rritje ekonomike. Dhe pyetja e madhe është çka bën qeveria për të ndihmuar ata. Këtë konstelacion u vrejt me masat që i boni për energjinë, që një farforme shumë pa prekaditur dhe pa paralajmërime fare e boni atë mos që tashmë është. Jo, tash dyqysh jena mësu, mu boni veprim, mi bo protestën një 2-3 ditë, edhe me janis me na gryqa jo. Me u normalizu. Me u normalizu, sikur që u bo normale edhe me najtë pa qeveritë. Me thonë, patëm, na po jetojnë, po qyshte. është një figur tjetër, borgji... Kjo është në vlerë monetare. Po, që ato që përmeni... Po, nëse kishim mujtë, kishim kalu edhe një slajd tjetër, ku bëhet krahasimi me gjetjen me pragut. Po, që është argumentova dhe ma herët, do thot një studim të fundit timin, do thot që kemë bërë matjen e këti nivelli, do thot këti pragut, kemi gjetë një pikë optimale për 58.20%. Pra, jemi përdorë metoda mjaft avancume, për me saktësu që të pjesën deri ku nivelli i borxhit mundet me jap sinjalet mira, do thotë mundet me rrit kërkesën agregate. Cilat janë variablet profesor? Do thotë kemi marrë variabël të varur GDP-n apo bruto produktin vendor, të shprehur në përqindje, ndërsa variabël e pavarur ka qenë borxhi publik, totali i borxhit publik. Sepse na më herët e shpjegova, do thotë se borxhi publik mundet me qenë forma të ndryshme, qeveritar, komunal, i brendshëm i jashtëm, por është marrë borxhi total, do thotë si përqindje e raportit të GDP-s. Dhe në krahasim me to, do thotë ne kemi gjetë një prag prej 58.20. Që tash na e shohim në vlerë monetare se si mund të përkthehet ky, do thotë sa kem pas mundësi na si mundësi e qeverisë për me ngrit këtë. Do thotë unë besoj se këtu gjetje janë shumë të rëndësishme për politik bërësit, sepse ju japin mundësi pak me reflektu pozitivisht me rrit nivelin e borxhit, por pajtohena plotësisht edhe me parafolësi që... Ama ana jap kush borxh prof, se edhe që do e kena në problem. Po. Ana jap kush borxh, se na të edhe problemi është që ana beson kush. Të më thonë edhe kjo është shumë na jena në sankcione vëlla. Nuk edhe këta përdojnë s'na kam bërë shaje kur gjë. Derisa nuk kem planifikim të duhur, për shembull e pash edhe pjesën e projektit të borxhit publik, do thotë programin që është 3 vjeçar, i cili duhet të rishikohet një herë në vit në bazë të ligjit për borxhin publik. Ai duhet të ndryshohet pak për me na jap neve mundësi me rrit nivelin e borxhit publik. Do të thonë, derisa vim në çat përqindje, në mundë me pas një garancion për një zhvillim nuk e rrezikon shëndetin e ekonomisë. Po, përshan sa ndikon në rritjen ekonomike, që ato që për thënë të dhe profa. Se na borxh mujë me hipo dhe mujë me falimentu. Pa tjetër, se nëse na marrë borxh publik për rritjet paga, si rasti i Grecisë apo vendeve të tjera, do thotë atë na nuk manifestojmë rritje ekonomike. Por nëse marrim borxh publik për infrastrukturë, nëse marrim borxh publik për shembull në fushën që tha kushtrimin për pjesën e energjisë rinovueshme, sot vendet e Evropës lindore, vendet e Evropës qendrore japin përparësi të mëdha, subvencionet madhe, investimet madhe publike për me zvoglu sa do pak varësinë ndaj importeve të energjisë elektrike. Do thotë nëse na orientohem këtë pjesë, ndoshta edhe po besoj fuqishëm në bazë të evidencave shkencore që borxhi ka me ndiku pozitivisht në rritjen e kërkesave. Ne kemi do oligark një herë mira atu, rritja e kërkesave agregate në kupton rritje GDP-s. Rritja e GDP-s, rritje të mirëqenies, ullje të papunësisë më gjitha. Ta që shumë një krasim... Maja tjetërin falë për shumë largë jena, do me thonë me 15 pikë dishka, me 58. Qëtu përshohim borxhin publik në vlerë monetar, GDP-n faktikisht, që shka qëndru për 2020 dhe 2024, me dhanat për i bankës botërore, edhe përshohim mundësin e marrës. Po, e marrës e borxhit publik në këtë raport, sepse në këtë pjesë është analizuar ndoshta edhe pjesë e studimit tim. Do thotë përshohim që në 2020-ën kem pas mundësi 3.9 miliard me qenë vlera borxhit, 2021-ën 4.6 miliard, 2022-ën 5.1, 2023-ën 5.6 dhe 2024-ën 5.9 miliard. Do thotë dikun... Do thonë gati 6 miliard mujë me hi 6 miliard, po. Si pas... 1.7 që ke aktualisht, një diferencë. Dikun 1.6, 1.7, po... I bie që mu rrit deri ofër në 6 miliard, por gjithmonë në fokusin që mu orientu dhe të fokusin që ndikon në rritjen ekonomike. Rritje ekonomike. O kjo në nënkuptan se marrja e borxhit publik në këtu për masa nuk është i dëmshëm. Thjesht po është i shëndetshëm. Mirë po pastaj
duhen 2-3 elemente, cilat duhet pas parasysh kur të merr borx publik. E para, ku do mi shfrytzu, në çfarë afati do mi shfrytzu, edhe ai shfrytëzon në afat optimal edhe kosto e borxhit. Po. Domethënë, këto janë elemente që duhet mi pas parasysh qeveria edhe me ecë përpara. Edhe nuk ka këtu dilema tjera mu kërkues pse është ul niveli borxhit publik. Kush? Me përmbledh Po, se reagohu për tasha ka kush na jam borx. Se la me lyp. Në zhargonin popullor i vjen që çdo borx që mirë, çdo euro borx që mirë duhet me pas parasysh edhe efektin e kthimin e çapo kthen mbrapa ai borx. Jo vetëm të mirët borxhe, përmendni rastin e Greqisë, unë kum pa në përmjet që në Kosovë ka pas tendencë me marr borx publik për subvencione. Po, ka pas situata të tilla, ai nuk është i mirë. Nështë nëherë është i domosdoshëm në periudha caktuara, por për situatën e Kosovës jo, ka vishit nuk po mirë. Veç rritjen e votave për një parti që në pushtet. Kaq, ç'aty nalet. S'ka, se nëse i merr ti borx publik për me rrit rrogat, tu pas miliona euro të pashfrytzuar. Vetëdijës qytetarëve duhet më ngrit edhe duhet me kuptu që nuk duhet më toleru me shit votën këtë formë në indirekte, sepse funit ajo që po na ndikon gjithçka është në xhepin tonë. Po, a ka kushtim me na pi marrmi dhanat, tash po ndërhidhem edhe me pjesën tjetër, na pi marrmi ato subvencione për shtetit, ato ndihma për shtetit, po s'pe krahasojmë që vetëm produktet elementare bazë në 4 vitet e fundit, 5 vitet e fundit janë rritë për 60%. Sakt, e përmenim me... Janë pare, dhe mon, 100 euro produkte bazë elementare që a ke blej para 5 viteve, sot, realisht është 160 euro. Sa për informacion, apo? Po, a i në rritë? Po, tani këthemi të... Sa për informacion tu, duke po këtë krizën momentale të institucioneve, po edhe mosat të qeverisë tash, në fushat që veç dha disa miliona euro, me nga 100 euro që i dha për student atje, në ndërkohë emeton letra me vlerë, dhe më thonë merë borç, pikrisht tani në mujnë e 10, dhe më thonë mujnë të tu. 20 milion është vlerë. Rreth 20 milion euro. Për çka ka marrë borç? Dhe më thonë, e ka shpoll ankondin publik për shitjen e letra me vlerë, që është Banka Qendrore e Kosovës si agencion i autorizuar, për shitjen e letra me vlerë për 20 milion euro. Edhe ato për 5 vjet. Për 5 vjet. Dhe më thonë, po hynë borç afat shkurtër, më falni, po hynë borç afat mesëm, po tash në fund vitit, derisa buxhetin nuk e shfrytëzuar. Shka pivi 20 milionë, shka frasë punë e krynë me 20 milionë. Sigurisht. Për financimin e qëtyre masave që veç për i shpërndonë parat. Dhe më thonë, po merë pare, bërç, me jetë 100 euro. Një farë absurdi, ku ishte këtë të pagat, ku ishte të ndimat sociale cilat janë. Po qysh më? Realisht nëse na e vlerësojmë në aspektin ekonomik, për shembull, na i marrëm përfundim të një pragu që thash 58%. Do thotë, po dhe sipas legjislacionit fuqi, do thotë na prapë jemi poshtë atij pragu. Se nëse shiqojmë ligjin për borx publik edhe garancione shtetërore, aty është 40, dikon 30 deri në 40%. Do thotë na prapë jemi edhe poshtë atij pragu. A mos pe kuptojeni me marrë 20 milion euro borx me jap subvencion 100 euro studentave. Këto nuk janë vetmet, nuk janë vetmet. Kjo është absurdi më i madh që mundet me ndodhi në qeverie. Po kjo nuk është pozitive për shkak se pjesa më e madhe ty në shkon konsum. Konsumi është parametri kërkesa agregate. E rrit ndoshta GDP në afat shkurtër, por na e dim se janë investimet ato dhe shpenzimet qeveritare që financojnë edhe shumë fishojnë vlerën e kërkesës agregate, sepse nëse shteti rrit ose i ofron 500 milion tash në formë të shpenzimeve publike, që ato 500 milion multiplikohen, shumë fishohen nëpërmjet multiplikatorit të shpenzimeve qeveritare. Efekti në GDP ka me qenë shumë herë më i madh, nuk ka me qenë 500 milion, por ka me qenë ndoshta me një prirje 2/3 me një MPC 2/3 mundet me qenë dikon deri në 1.5 miliard vlera e rritur e GDP-s. Prandaj do thotë krejt është fokusi ka të orientohet borxhi publik. Do thotë jo të orientohet në segmentet të paga, sepse ajo mundet me rreziku pastaj investimin. Po çka ka marrë 20 milionë euro borx për me jap subvencion. Po kjo është e papranueshme, sepse kjo nuk ka vjen sigur një biznes me marr kredi e mja nis me pagu pagat. Po me falimentu, s'ka tjetër sen aty. Shumë më thjesht. Këto e ka mundësu kufizimet buxhetore që i ka lidhur me mandatin e tyre në detyrë për mos mund me shfrytëzu mjetet buxhetore sipas ligjit. Çto është problemi? Do të thonë qeveria në detyrë që është. Po qartë. Do të thonë nuk mund të shfrytëzoj mjetet tjera që i ka për buxhet
dhe i shfrytëzon të paret e huazimeve. Dy herë keq është Po sigurisht, pikërisht pra, është një element tjetër, një karakteristikë tjetër që me ligjin për huamarrje, përgjithësi, është shumë interesante edhe karakteristike, se kjo Ministria e Financave, respektive qeveria, nuk i ka mundësu komunave asnjëherë me emetu borxh publik. Do të thonë që kanë të drejtë. Do të thotë siç po shoh këtu, komunat janë zero me borxh publik të emetuar. Do të thonë që nuk i jep kompetencave komunave. E kam pas Bili Ministri përmeni një për Termokos diçka në lidhje me komunën e Prishtinës që e proklamoi që është kry, e nuk është kry hiç, e ki unazën e jashtme e cila është dashme me u bë me to, dhe ajo nuk qeveria nuk e ka japur në shkrim si garantues i kësaj vlere. Do të tani normal që del pengesat që çupliu te komunat, te kërkesa e komunave, pra nëse duhet të jep një garancion për nivelit qendror, as sa kam në informacion. Po jo paçare do të thonë duhet me në shkrim duhet me jap. Apo duhet me konkret vetvendosje komunat për më të japë i bjen që do më sigur me llogarit një biznes privat i ka parë në llogarit unet, ndërkohë që hyn kredi për partë e veta që ka kredi me pagu një shpenzim pikërisht. Po tu provë që për subvencione është emetu ky bonët e thesarit tash? Jo drejt për drejt, sepse nuk përcaktohet drejt për drejt kur të emetohet, apo kur të emetohet, kur bëhet një ankat publik, nuk përcaktohet qëllimi. Po qëllimi është aty, pikërisht aty është qëllimi. Sepse nuk do të mungon edhe transparenca në këtë pjesë. Absolutisht mungon transparenca. Ndërkohë kemi një çështje e përmeni si kështu shkurt kushtrimi inflacionin, i cili prap nuk është marrë kush me to. Në këtë pikë Lidha Demokratike ka pas disa kërkesa, bizneset kanë pas disa kërkesa, për 5 vjet kush nuk u marr për qeverisë me atë punë. Më thonë se përqind inflacioni këta po na thonë si të mirë inflacionin kur po përmenin 4% diçka si vjet. Po 4% që është plus ajo i akumuluar ndër vitet e tjera që i bën dikon jo 60% ose 70% ose ku ta di. Por kemi një diçka tjetër që pagat janë rrinë 15 euro ndogut. Pagat në sektorin publik e kam fjalën. Dhe këto pensionet nuk janë rrit hiç, ose ju kanë rrit ka 20 euro, kanë jap her pas here. Do të thonë çysh me jetu me këtë çështje të kësaj qeverie aktuale, e cila në realisht me tëna shifrat e mundshme e del që populli është varfënu. A mund të jap përgjigje? Po të lutem, prof. Atëherë me shku në mënyrë kronologjike. Faktikisht po themi se kemi një rritje ekonomike 4.6 nga kryeministri dje. 3.9% për vitin. Unë se di ka e kanë zirë, po 6. Kemi fjalën për vitin e kaluar. Nështë me funte e kanë zirë atje në Anglisë. Me statistikat aktuale që janë, është rreth 4%. Në ndërkohë, kemi një rritje të çmimeve, që mos ta themi shumë, 3-40%. Domethënë rritje të çmimeve. Por rritja e çmimeve nënkupton automatikisht inflacionin zyrtar prej 4.5%. 4.5% si pas automatikisht kjo rritje ekonomike e bruto produktit vendor, që nënkupton sasinë e mollave shërbimeve të shitura për një vit, nënkupton shumën e inflacionit që është kriju. Domethënë, po pajtohemi që kemi një rritje ekonomike. Kur t'i shërben ajo? Po, rezultati i qkafit ka orë kjo rritje, domethënë rezultati i inflacionit. Dhe si rezultati i rritjes së çmimeve. Prandaj gjendjen e kemi atu ku kemi pas. Domethënë nuk kemi gjendje zhvillimit të madh. Madje kjo vrehet edhe kur ti krahasosh raportet e Toganës, vlerën e mallrave të importuara në raport me sasinë e mallrave të importuara. Me vitet e mëparshme, domethënë, shohmi që sasia është aty për aty e njëjtë, po vlera ka shku shumë lart. Dhe kjo është ajo që tha profa që inflacioni ka ndikuar direkt që vlera e parës tonë me hub. Tash nëse analizojmë sepse nëse është inflacioni është mi vlerën asoj të parashikuar nominalisht i ke marrë parë për realisht ato parë s'kan vlerë që sa i ke marrë. Më shumë se sa rritja ekonomike. Domethënë, sepse kjo është si shkaktor i rritjes së çmimeve. Okej, hajde po pajtohemi që edhe ka një rritje GDP-s, edhe ka një rritje ekonomike që i thash se i atribuohet ekonomisë, bizneseve i atribuohet. Realisht kur ka rritje të kërkesa agregate, ajo mundet mu ballafaqohet edhe me një rritje të moderuar. Pra është normale për vendet zhvillim siç është Kosova me pas
një nivel të caktuar, të moderuar të inflacionit. Mirë po nga analiza, inflacioni po shihet se nuk është nga bërimi i rritjes ekonomike. Do thotë nuk po kem na inflacion për shkak të rritjes ekonomike, po kem për shkak të varësisë madhe, do thotë raporti që na përmendi kushtrimi më herë, dikon 5.4 miliard lira deficiti, dikon 6.4 miliard ke vlera import të vitin e kaluar. Po na po e bartim çat inflacion, do thotë nuk është që po krijohet për shkak të zhvillimit ekonomik ose për shkak të rritjes të madhe ekonomike që mund ta kemi. Jo, po ashtu si the 6%. 6% shi me funta u konë, prof, se kërëmisi konë Angli e euro funta e ka këthy në funta. Atë 6% shi, po së 6% shi kërkun heq. Qeveria ka pos, që ato përmena kushtrim të rritja GDP-zë. Me thonë, ato po e morin si pik references, pik të rritjes, me thonë, për me shty për para agendën e vetë propagandistike. Po, na me ekonomi zhvillim, na gjithmonë prirja ka me qenë rritse. Po, është rritë GDP-ja. Krasim pik 2021 deri tash. Qa ka ndikuar? Po, nësë do të më nalë me një vend. Kjo do të thotë tash, pyetja është e knatshme. Sepse më rritë në çdo vit kina pas rritje. Po. Dhe është rritja kualitative. A përkthehet rritje ekonomike që kjo? Po përkthehet realisht në zhvillim ekonomik të rritjet mirëqenies së qytetarëve. Raportet letër të thojmë po qytetarët e dinë ata më së miri, edhe bizneset e dinë më së miri se çka është realisht rritja për ta. Në situatën që jemi aktualisht. Ju keni punën stop me biznese, edhe po shuvish, unë nuk po shoni biznes që po është i knaqshëm ose po thotë kom pas një vetë suksesshëm. Krejt bizneset janë të anku në kuptimin e qarkullimit, e arritjes fitimit, e gjitha këto. Nëse bizneset kishin qenë shnosha, edhe kishin rrit fitimin e vetë, normalisht edhe ekonomia ishtë rrit. Duhet me sqaru dhe diçka. Fatmirësisht, nuk janë në nivel shumë keq bizneset. Po. Nuk janë keq jo pse ju ka ndihmu shteti diçka. Nuk janë keq sepse kanë punu vetë, janë zhvillu, edhe normalisht unë e bajthiret që shteti me ju ndihmu edhe pak në mos mi pengu. Po. Mirë po, në situatat e rrethonave të fundit që ka ndodhur, realisht, është aja që e përmendëm më herë, domthonjë është shqetësimi që është ngritë shumë te biznesi, sepse u kriju një pasiguri. Vendimarrja e shpejtë nga institucionet publike nuk të pyesin ty investitorët e jashtëm ose që janë dalë shumë investime në Kosovë nga bizneset bashkë investimit që kanë qenë të planifikuara si pasojë e daljes në tregun e energjisë elektrike. Unë personalisht kum pa raste ku bizneset, email-at ku i kam shkëmby edhe ku i kam pas projektet konkrete, ku janë stopu komplet projektit investive. Po normal. Si pasojë vendimeve të shpejta të e kem për shembull të energjia se e marr shumë kushtrim. Njopi bizneseve më tha para 2 ditëve mënyrën kur është rrit. Kjo, thoni ku më thonë, okay, unë rritin 1%, 2% çmimet e mia, prap konsumatori ku më pagu, se pagujën e. Kështu që në mas, ajo qeveria nëse ka menu mi ndërshku bizneset, realisht na ka ndërshku se cilin bineve. Unë për shembull ku pagu fakturë 35-6 euro, tash paguaj 76 euro. Ose të pyeta vitin dashur kemi paguar edhe më shpejt. Ty s'e kuptoj pse është rrit, kush konsumi është i njëjtë. Po e zonë që të dielen prof bëhet qeveria, që nuk bëhet, po e zonë që bëhet. Për gjithë, qak ishdosht hapi parë që një qeveri normale ishdosht me marë në ekonomi. Beton se kemi harru krejt të marë me Serbin që një 15 vjetë dhe si jem të qitë drejtë kërë të punë. Me qenë se i pomë gjithë këto shifra për fund. Po supozojmë se qeveria do të bëhet, dhe inshallah bëhet. Po. Pa marë prasysh. Po s'ka lidhe, letë bëhet, ma lidhe me qeveri se pa. Për arsye se çdo prolongim i formimit të institucioneve publike është në dëm të shtetit, është në dëm të ekonomisë, është në dëm të qytetarit edhe konsumatorit. Përgjithësi. Pse? Për arsye se shumë prej projekteve, shumë prej planeve, shumë prej ligjeve, të cilat është dashur të procedohen që një vit e gjys gati, ato kanë mbet aty dhe kjo e pengon zhvillimin ekonomik. Fillimisht pastaj edhe qytetarët në përgjithësi. Hapi i parë dhe domosdoshëm i një qeverie është hartimi i i ligjit për projekt buxhetin. Sepse ai kalon me 31 tetor është afati optimal i krijimit të buxhetit të shtetit dhe kjo nuk kupton vonesa. Ai mund të bëhet edhe deri me 31 dhjetor. Domethënë janë afatet të cilat maksimalisht mund të shkojnë në 31 dhjetor. Mirë, po këtu prodhojnë pasoja. Kjo vonesë prodhon pasojë. Pse? Për arsye se pak pore përmendum,
shumë prej kontratave, kontraktorëve, operatorëve ekonomik që kanë kontrata me qeverin, ju kanë skadu afatet dhe ata nuk kanë marrë porët nga qeveria. Dhe të njëjtit është ndarë me ndërprej punën, me ndërprej prodhime. Ndërprej e punës e prodhimit tyne, e të njëjtit kanë hyrë kredi për realizimin e atyre projekteve, shkon zinxhir në krijimin e krizës prej operatorëve te punëtorët për mos marrjen e pagave edhe te familjarët në përgjithësi. Po të mos kthimi kredive tyne. Dhe kjo puna e parë, domethënë që kish me qenë është krijimi i buxhetit apo miratimi i buxhetit. Miratimi i buxhetit që do të më shku normalisht prej si draft ligj prej qeverie, mu aprovu në qeveri dhe pastaj me shku në kuvend dhe i njëti mu aprovu atje. Dhe pastaj shumë punë tjera cilat të presin qeverinë. Por megjithatë e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme krijimi i institucioneve të shtetit. Është shumë e rëndësishme dhe është urgjencë me u kriju institucionet edhe me votu buxheti, sepse në situatën aktuale që po ndodhemi, jemi këtë dëshmitar, kanë dëgju të gjithë që edhe bankat realisht janë kulmin e shfrytëzimit të kredive. 92% ka shku. Në anën tjetër, mungesa e votimit buxhetit, e përmendëm më parë që parët janë tunet, nuk janë ka mund më shfrytëzu, nëse parët e shtetit nuk mund më shfrytëzu, në anën tjetër edhe bankat e kanë mri kulmin, atëherë na jena të shku para një kolaps ekonomik, që s'do të kështë dash me përjetu asnjani prej neve. Normalisht. Prof? Unë e pajtona plotësisht me parafalësit e mi, do thot përpos krijimit të institucioneve, mendoj që në të ardhmen, çfarë do qeveri e re që vjen, duhet me pas fokus më të madh tek shpenzimet qeveritare. Tritën shpenzimet qeveritare, mirë po gjithmonë tritën në fokusin në investimeve produktive. Pra, në fushën e investimeve të cilat sjellin rritje ekonomike, jo vetëm rritje statistikore, sepse na po e shohim prirje qoftë në vlerë në përqindje apo në vlerë monetare, po ajo rritje përkthehet në rritjet mirëqenies për qytetarët e Republikës Kosovës. Sepse kur ka shpenzime qeveritare të fokusuar në projekte produktive, ato pastaj kanë me rrit mirëqenien, edhe kjo ka me manifestu edhe në rritjen e ekonomisë. Por mos ta anashkalojmë edhe çështjen e rritjes së nivelit të borxhit publik, pra ta rrisi nivelin e borxhit publik, sepse mundet me qenë dobishme për me rrit ekonominë. Pra nuk e pengon nëse afrohet në 40, 50 apo nëse shkon deri te maksimumi prej 60%, por gjithmonë në projekte produktive. Unë mendoj që është një aset i çmuar. Edhe pse mund të ketë këndvështrime të ndryshme, po bazuar në matje dhe në gjetje, mendoj që është një aset i çmuar nëse na kemi analizë në mirëfillt se ka me orientuar. Nashta ministri nuk u mësu me hi borx as personalisht vetë. Me marr kredia, u mësu me bak në pas kësi aksione së që të vogla e në për Netflix, Apple ose ku ka pasësi. Edhe atje për rritën në aksionet, për rritën të çmimit të aksioneve, me hi borx nashta s'ka pas biznes dhe prov që shpejti borxhi është zhvillim. Borxhi është zhvillim. Duhet me u menaxhu. Do të thonë ministri mos e kemi bërë sonte me thonë një tribun gati shkencore, prof, që mi thonë mos u thot me hi borx, sepse borxhi sjell zhvillim. Atje veç edhe një fjali e kisha ashtu, mendo. Fatbarësia e këtij vendi është bizneset e forta, bizneset e afta, edhe njerëz të aftë që ka Kosova. Sepse ma vuren pjesë ato, ka shumë individ se sot tregtojnë në bursa, individ tonë, kam shembull student mi, madje që janë 20 vjeçar, 22 vjeçar, 3 vjeçar, që janë duke financu, duke investu në bursa, në tregje financiare. Dhe zhvillimi është aty. Dhe më thonë, ajo nuk më vorët për qeverie, fatëparsisht. Shumë mirë që zvorët. Faleminderit shumë që ishit sonte, faleminderit për punimin. Shikues të nderuar, kaq kishim për sonte, bashkë dëshimi javën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.